Rusia lëshoi 10 dron sulmues dhe raketa balistike në Kiev gjatë natës, në një nga sulmet më të mëdha ajrore të kombinuara në kryeqytetin Ukrainas gjatë luftës 3 vjeçare, duke dëmtuar disa pallate dhe duke plagosur 15 persona. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha në një postim në rrjetet sociale se kishte qenë një natë e vështirë për Ukrainën dhe bëri thirrje për sanksione të reja ndërkombëtare për të ushtruar presion ndaj Moskës që të bjerë dakord për një armpushim. Në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune, u dëgjuan valë të një pasnjëshme dronësh që fluturonin mbi Kiev dhe një sër shpërtimesh tronditën qytetin. Administrata ushtarake e qytetit të Kievit dhe policia raportuan dëme në 6 lagje të kryeqytetit Ukrainas. Zyrtarët thanë se lagja Obolon në periferi të Kievit ishte më e goditura. Si Ukraina ashtu dhe Rusia janë shprehur se do të përmbushin një kërkesë së presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të zhvilluar bisedime të reja rreth një marrëveshjeje për paqe. Të dy palët kryen një shkëmbim të madh të burgosurve të premten, për të cilin Trump tha se mund të jetë hapi i parë drejt zhvillimeve më pozitive. Megjithatë, Moska dhe Kievi e kanë akuzuar njëra tjetrën se nuk janë serioze në lidhje me kërkimin e përfundimit të luftimeve.